Gjatë një kontrolli rutinë në pikën e kalimit kufitar Vërnice, zyrtarët doganor të Kosovës ndaluan për kontroll një automjet të transportit të udhëtarëve që vinte nga Shqipëria. Drejtuesi i automjetit deklaroi se nuk e kishte mallra për të raportuar, por gjatë një kontrolli me të detajuar u zbuluan dy çanta të mbushura me mallra tekstile, të cilat nuk ishin të deklaruar sipas ligjit, bazuar në nenin 244 të kodit doganor dhe akcizës së Kosovës. Rasti klasifikohet si kundërvajtje doganore. Mallrat janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave të nevojshme ligjore. Dogana e Kosovës thekson se është përkushtuar në parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e tregut, si dhe në ruajtjen e interesit të qytetarëve. Sipas zyrtarëve, kontrollet e tilla janë pjesë e masave të vazhdueshme për të garantuar respektimin e legjislacionit doganor dhe për të parandaluar veprimtaritë tregtare të paligjshme. Autoritetet doganës së Kosovës bëjnë thirrje për qytetarët dhe udhëtarët që vijnë nga Kosova dhe Shqipëria e vendet e tjera që të respektojnë ligjin dhe të deklarojnë mallrat që transportojnë, duke shmangur kështu pasoja ligjore.